ose mundesh me dhon tani sadaka, po se ki qëllimin për Allah, po mundesh e ke dhon për tani kanë qetër, a din? Lloj gjona. Sikur për shembull çka është ajo meselja e Imam Basris, nuk e di a e ke ngu apo jo. Një herë kishin më fal me një xhami, kupton? Edhe xhamit përpara nuk ka qenë mestruj, sikur sot çka janë mestruj, po e ka pas një qiri që atin ndikon kupton sa për me bëu e dritë. Edhe Imam Basria për i qënë durët për pjetë, edhe po thot o Zot, s'po dive, thot qysh me të falenderu. Sa ma shumë shka po japone ti qash ma shumë, po m'jep, apo tam. Edhe njoni e ndëgjoj këtë laf për Imam Basrijës, apo tam, edhe shka, janë ishit aj me shpënda pasunin e vetë. Shpëndoj, ranë patos e rifi. S'po jep, po, kur ranë patos edhe shkoj të Imam i thapë, në ke morë në qavëve, tha pse, po unë të ngova ti të thonë apëtën o Zotën e sa shumë po jap ti qash ma tepër po mi kthen, unë këmë dhonë edhe s'po më kthejnë të mas. Edhe Imami çka i tha, këshire ka një dallim mes meje dhe teje. Çka dallimi? Nuk ka te e dhanmja, po është te nijeti. Se Imam Basria i ka dhonë për Allah, edhe Allah ja ka kthi, ama ki i ka dhonë për mi ushtu. Si ka dhonë për Allah, po për mi njeti. Po, ka ndryshu një jeti, ashtu që kur ndryshot një jeti, masën e na do të për qëllan shka i ke bo, shkolli për shpërblimin të qaj, shka i ke bo.